Takimi diplomatik në rezidencën gjermane, sinjali qartë për qeverinë shqiptare. Pak ditë më parë, në rezidencën e ambasadorit gjerman në Tiranë, Karl Bergner, u zhvillua një takim i rëndësishëm me pjesëmarrjen e kreut të KQZ Ilirian Celibashi, kreut të SPAK Altin Dumani, krye prokurorit Olsian Çela dhe shefit të misionit të OSBE në Shqipëri. Në takim morën pjesë gjithashtu ambasadorët e Britanisë së Madhe dhe Italisë. Kjo mbledhje, larg të qenurit një takim rutin, duket të jetë pjesë e një aksioni të gjerë diplomatik të Berlinit për siguruar që zgjedhjet e 11 majit të jenë të lira, të ndershme dhe pa ndikim kriminal. Kjo qasje është pjesë e politikës së re të Gjermanisë, së kancelarit Friedrich Merz, që vendos standarde të qarta për vendet e Ballkanit Perëndimor që synojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Në njoftimin zyrtar të ambasadës gjermane, mesazhi ishte i drejtë për drejtë dhe i qartë. Organizimi i këtyre zgjedhjeve do të jetë një tregues i rëndësishëm për funksionimin e institucioneve demokratike të vendit, gjithashtu në lidhje me aspiratën e Shqipërisë për t'u antarësuar në BE. Burimet diplomatike perëndimore i kanë thënë pamfletit se Berlini nuk do të njohë legitimitetin e një pushteti që vjen nga zgjedhje të manipuluara, ku blerja e votës, shantazhi dhe ndërhyrja e krimit bëhen mjetet kryesore për rezultatin zgjedhor. Gjermania ka vendosur një precedent të qartë në Serbi, ku zgjedhjet u përsëritën pas kontestimeve për manipulime në Bashkinë e Beogradit. Kjo tregon një pozicion krejt të ndryshëm nga i administratës Trump, duke veçuar qartësisht biznesin nga standardet dhe vlerat europiane. Burimi diplomatik e cilëson këtë takim se sinjalin e parë të një politike më të ashpër gjermane kundër Edi Ramës, duke sugjeruar se nëse zgjedhjet manipulohen ose ndikohen nga krimi, Gjermania dhe BE nuk do ta njohin legitimitetin e shumicës parlamentare që mund të dalë pas 11 majit. Madje në një skenar të mundshëm, nuk përjashtohet as kërkesa për një kabinet të ri qeveritar, pa Ramën në krye. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian ka shprehur qartë mbështetjen e tij të fuqishme për SPAK dhe drejtsinë shqiptare, duke financuar dhe ofruar ekspertizë direkte përmes Euraliusit dhe OMN-s, struktura të drejtuara nga zyrtar të lartë evropian. Në këtë kontekst, Task Forca kundër krimit zgjedhor është pajisur me teknologji të avancuar për të identifikuar dhe parandaluar ndërhyrjet kriminale. Synimi kryesor është parandalohet dhe të ndëshkohet çdo akt kriminal që përpiqet të ndikojë në rezultatet zgjedhore. Nëse skandali i ndikimit kriminal në zgjedhje thellohet, mundësia që Gjermania dhe BE të njohin rezultatet zgjedhore, por jo legitimitetin e një pushteti të manipuluar, është plotësisht e hapur, duke vendosur kështu një precedent të rëndësishëm për demokracinë shqiptare.